Gentian Zenela njihet jo vetëm për humorin fin, por edhe për faktin që është një person shumë pozitiv. Ai është baba i 2 fëmijëve dhe nëse ka një person që ai e vlerëson pafund, është bashkëshortja e tij. Genti e pranon se artistët në përgjithësi janë natyra të vështira, por nëse ka një gjë që ai është mirënjohës bashkëshortes, është fakti se ajo është e qetë, e durueshme dhe shumë e shtruar. Aktori është i rezervuar për jetën e tij private, po si rrallëherë ka ndarë me publiku një moment të vështirë nga jeta e tij. Edhe pse teleshikuesit nuk e kanë kuptuar, ai ka dalë në emision për disa muaj rresht me këmbën Allçi. Këtë sakrificë duhet ta bënte sepse nuk mund t'i mungonte ekranit. Por çfarë ka ndodhur Gentit? Ai tha: "Po shëtisja qenin, qeni im pa një qen tjetër në rrugë dhe më tërhoqi zvarr. Ndjeva dhimbje në këmbë dhe thash: hajt se po kalon. Më pas shkoj në spital, bë një grafi, aty mjeku e shikon se unë kisha thyer këmbën në 2 vende. Situata u bë kritike, koha nuk priste, u futa në operacion menjëherë, edhe pse mjeku më dha një regjim shtrati për disa ditë. Unë menjëherë pas operacionit kam dalë në emision. Çunat më bën ca rampa me dyer që të ngjitesha. Kisha edhe 2 paterica, ishte një siklet i jashtëzakonshëm. Kështu kam vazhduar për disa muaj në emision me këmbën Allçi. Fatmirësisht, tavolina që ne kemi në studio nuk lejon të shikohet kjo pjesë. Por halli nuk ishte vetëm ky. Për një shfaqje teatri që kisha disa ditë më pas, ishin prerë 600 bileta, të gjitha të prenatuara. Më vinte shumë keq për njerëzit që kishin bërë plane për ta parë. Disa të tjerë kishin ardhur edhe nga jashtëtetit. O zot, thoja, si do ja bëjmë? Ndonjëherë gjërat nuk shkojnë ashtu si kemi menduar. Megjithatë, kur ke një shoqe jete që të mbështet pa rezerva, çdo gjë ka përsehet. U shpreh Gent Zenelaj. Faleminderit që na ndiqni. Për më shumë lajme interesante, bëjni subscribe kanalit ton të YouTube-it.